Gjykata e Prishtinës ka dënuar me 250 euro kryeministrin në detyrë Albin Kurtin që nuk ishte paraqitur në prokurorinë speciale për të dëshmuar lidhur me rastin e rezervave shtetërore. Gjykata e Prishtinës më 4/3/2025 kishte lëshuar urdhër ndaj Kurtit për të paraqitur në prokurori dhe për të dëshmuar lidhur me të rast. Përkundër që kishte urdhër nga Gjykata e Prishtinës, Kurti përsëri nuk ishte paraqitur. Në të njëjtën ditë, kryeministri kishte zgjedhur për të shkuar në një vizitë pune në Gjilan për të përuruar gur themelin e një qerdheje. Pas këtij veprimi të kryeministrit të vendit, Gjykata e Prishtinës, siç mëson media, e ka dënuar atë me 250 euro. Për dënimin me gjohë bankes ka paraqitur flyera e kryeministrit Albin Kurti më 13 mars 2025. Kallëzop kishte dërguar email tek Gjykata e Prishtinës për të kuptuar se çfarë është vepruar nga ana e gjykatës për mos paraqitjen e dëshmitarit për të dëshmuar në objektin e prokurorisë speciale, por që asnjëherë nuk ka marrë përgjigje deri në publikimin e këtij lajmi. Media kishte dërguar plot 5 emailë në drejtim të gjykatës, por pa sukses në marrjen e përgjigjeve. Pyetjes lidhur me të rast janë dërguar dhe zëdhënësit e qeverisë për parim kryesiut më datë 1 prill 2025, mirë po njëjti nuk ka dhënë përgjigje lidhur me këtë rast. Ndonësi ishte thirrur për të dëshmuar 3 herë nga prokuroria, çka kishte rezultuar pa sukses, por organi e akuzës pa një zgjidhje për ta bindur kryeministrin Kurti për të thënë dëshmi për rastin e rezervave shtetërore në objektet e prokurorisë speciale, atëherë prokuroria ishte drejtuar gjykatës. Prokuroria kishte kërkuar nga gjykata që të nxjerrë mendim për urdhërimin e dëshmitarit Albin Kurti që të paraqitet në objektet e prokurorisë speciale për të thënë dëshmi lidhur me rastin e rezervave shtetërore. Kjo kërkesë e prokurorisë kishte ardhur pasi 3 thirrjeve më lent nuk ishte përgjigjur kryeministri i vendit Albin Kurti.